Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Sot në mbledhjen e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike, Lushnja u cilësua si një rreth i qetë në lidhje me krimet, gjë që vjen nga bashkëpunimi i Komisariatit të Policisë me Policinë Bashkiake dhe shërbimin Zjarfiks. U mbajt sot në ambientet e bashkisë mbledhja e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike për zjarret dhe përmbytjet në territorin e bashkisë Lushnja, dhuna në familje, parandalimi i krimit dhe dhunës tek të rinjt, përmirësimi i sigurisë në shkolla e të tjerë. Të pranishëm ishin kryetaria e bashkisë Riselda Sefa, përfaqësues nga Komisariati i Policisë Lushnja, nga Agjencia Rajonale e Mjedisit, përfaqësues të gjykatës së shkallës së parë Fier, të Policisë Bashkiake, Emergjencave Civile, koordinatori për dhunën në familje, komunitetet fetare, shoqëria civile dhe media. Ashtu siç e keni marrë tek pjesa e rendit të ditës, ne kemi përgatitur një rendite në diskutime, por patjetër që jemi këtu për diskutuar edhe për te këtij rendi dite, sepse qëllimi i Këshillit Vendor të Sigurisë është që ne të diskutojmë me njëri tjetrin se çfarë janë disa situata apo problematike të cilat janë krijuar në komunitetin tonë dhe patjetër që ne më pas të kalojmë në hapa konkrete në mënyrë që të realizojmë atë që kemi shpesh, parandalimi i situatave që ndikojnë tek komunitetet dhe qytetarët tanë. Përfaqësuesi i Policisë së Shtetit Klodian Toska theksoi se fal bashkëpunimit me Policinë Bashkiake dhe shërbimin Zjarfikës, Lushnja është një rreth i qetë në lidhje me krimet, përfshirë zhurmat që prishin qetësinë publike, parkimet, zjarret e të tjerë. Në krahasim me vitet e tjera, qyteti i Lushnjës është goxha më i qetë. Edhe këtu ka dalë si në spektrin e krimeve që ne ndjekim çdo ditë pjesë, të vjedhjeve, krimin kundër personit, kundër shtetit, krimin midisore, zhurmat. Do të flas për pjesën e Policisë Bashkiake që na ka dhënë goxha në mes të pjesë, për faktorë këtu. Ka ndikuar, por në krahasim me vitet e tjera jemi shumë më mirë. Do të specifikoj një rast tjetër që këtu vende ora 12 të natës kishim shqetësim, kishte i dikush një lindje, do ishte fishek zjarre. Tani përveç se punës kemi për duke këshilluar njerëzit, por kemi filluar edhe të përçopim penalisht për prishje të cilësisë publike. Dhe do të theksoj që gjatë vitit 2025 janë proceduar diku tek 10 apo 12 persona për hedhje fishek zjarre për raste të vitimit. Nuk s'ka pasur interesi të shqetësoj banor, po thesa gjë. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot qeverinë pas ndryshimeve që bëri në 8 ministri ditën e djeshme. Ministrat Belinda Balluku, Elisa Spiropali dhe Piro Vengu u shkarkuan. Kryeministri Edi Rama mblodhi paraditën e të premtes në ambientet e kryeministrisë qeverinë. Mbledhja nisi në orën 10 dhe zgjati më pak se 30 minuta. Mësohet se në mbledhjen e sotme nuk kanë marrë pjesë ministrat e shkarkuar nga kryeministri një ditë më parë, Belinda Balluku, Elisa Spiropali dhe Piro Vengu. Gjithashtu dhe ministrat e rinj të lajmëruar që mbrëm nga kryeministri nuk kanë marrë pjesë pasi ende nuk janë dekretuar. Ndryshimet në 8 ministri u bën 6 muaj pas votimit të kabinetit Rama 4 në Kuvendin e Shqipërisë dhe janë: zëvendës kryeministër ikën Belinda Balluku, vjen Albana Koçiu. Ministria e jashtme ikën Elisa Spiropali, vjen Ferit Hoxha. Ministria e drejtësisë ikën Besfort Lamallari, vjen Toni Gogu. Ministria e brendshme ikën Albana Koçiu, vjen Besfort Lamallari. Ministër për marrëdhëniet me parlamentin ikën Toni Gogu, vjen Eriona Ismaili. Ministër infrastrukturës dhe energjetikës ikën Belinda Balluku, vjen Enea Karakaçi. Ministër i mbrojtjes ikën Piro Vengu, vjen Ermal Nufi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar me anë të një video mesazhi për ndryshimet në qeverinë Rama 4, duke i cilësuar si përpjekje të kryeministrit për të shpëtuar veten. Lëvizja e fundit të Edi Ramës është një lëvizje me të cilën kërkon të shpëtojë lëkurën e tij. Por është një lëvizje e cila fton qytetarët shqiptar, opozitën shqiptare, të vazhdoj fuqishëm protestat mbasi kryemëritja paqësore e shqiptarëve synon, ka si qëllim kryesor madhor
shpëtim në Shqipërisë nga Edi Rama dhe jo kukullat e tij. Dimri Lagësht godet bletarin në Fier. Bletëritësi Ferdinand Muskaj thot se ka humbje kolonish, por jo rënje të cilësisë së mjaltit. Muajt e dimrit të shoqëruar me lagështirë të lartë kanë krijuar problematika për bletarët e Fierit, duke sjellë vështirësi në ruajtjen e kolonive të bletëve. Sipas bletarit të njohur të zonës, Ferdinand Muskaj, ka humbje të qindra kolonive gjatë kësaj periudhe, veçanërisht në kosheret e bletarëve të rinj të painformuar për masat e duhura paraprake. Ai thekson se nozema është sëmundja me të cilën po përballen aktualisht bletarët. Jemi në një sezon tepër të rëndësishëm ku bletarët duhet marrin masa për të luftuar sëmundjet e bletëve. Sëmundjet e bletëve më kryesore janë në këtë periudhë jashtë nozema. Nozema pse krijohet? Krijohet si pasojë e lagështisë e cila ka qenë në koshere. Por, përveç nozemës, bletarët duhet të ngushtojnë bletët për aq sa rrugë mizë kanë. Të mos vendosin ushqim të thatë, por ushqim i cili përmban proteinat të cilat mund të vendosen me invert. Muskaj tha se një pjesë e rëndësishme e përgjegjësisë bie edhe mbi vetë bletarët, pasi përdorimi i gabuar i medikamenteve dhe pesticideve për trajtimin e sëmundjeve mund të përkeqësojë situatën në koshere. Ai shton se pavarësisht lagështirës së muajve të dimrit dhe humbjeve të raportuara, cilësia e prodhimit të mjaltit nuk ndikohet drejt për drejt nga këto kushte atmosferike. Lagështia është e mjaltit në diçka tjetër. Lagështia nuk ka në cilësinë e mjaltit, sepse nuk bëjmë fjalë për pranverë, bëjmë fjalë për në dimër që cilën ndikon në humbjen e kolonisë. Kolonia nuk mund të mbajë temperaturën që do në koshere në periudhën e dimrit. Prandaj humbasin bletët. Duke qenë sepse i kanë futur për dimërim në pak rrugë mizë, ato na ndodh fenomeni që ato humbasin. Sepse si rrallë speciet e tjera, bleta jeton në koloni, nuk mund të jetë e vetmuar. Baza kryesore prandaj quhet mbretëri. Ka vetëm një mbretëresh, të cilët ka bletë punëtore, ka bletë që ruajnë, ka bletë që pastrojnë. Tani sapo ka ardhur periudat se cilët ndryshohet bleta që ka qenë për dimërim me bletën pranverore. Në qoftë se nuk ka një sasi të mirë bletësh në koshere, nuk mund të bëhet ndërrimi i gjeneratave. Ky është në këtë periudhë humbasin shumë bletë pa kujdesi të bletarëve, të cilat kanë dimëruar deri në këtë periudhë, dhe por nuk u morën masa, siç thash pak më parë, që të luftohen sëmundjet nozemës, të varatos ose të morrit që quhet në gjuhën popullore, shumë bletët normalisht do të kalojnë në kolaps dhe të humbasin. Ndërkohë për bletarët që kanë pësuar humbje të koshereve, ky vit pritet të jetë sfidues pasi përkthehet në paksim të prodhimit të mjaltit dhe dëm ekonomik. U mbyll me sukses kampionati shahut për nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Lushnjë, i cili përveç se një lojë është një nismë që edukon dhe formon të rinjt. Kampionati i shahut për nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Lushnjë, i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar dhe mbështetur nga Bashkia, u mbyll me sukses. Kjo garë që u zhvillua në sallën e shahut të ngritur në ambientet e QKF-s, solli emocione, rivalitet sportiv mes fëmijëve dhe nxiti pasionin për lojën e shahut, e cila tashmë është pjesë e rregullt e kurseve pranë kësaj qendre. Vendin e parë nga djemt e fituan Klejton Daja, nxënës i shkollës Skënder Libohova, dhe Gabriel Boçi, nxënës i shkollës Kongresi i Lushnjës. Nga vajzat, vendin e parë e fituan Amaris Lufta dhe Galatea Bejko, nxënëse të shkollës Skënder Libohova. Organizatorët uruan kampionët për suksesin dhe i inkurajuan të vijojnë në rrugën e sportit të mendjes. Është shumë kënaqësi që her pas here të jemi në këto ambiente për të uruar të rinjt të cilët frekuentojnë këtë qendër kulturore, jo vetëm në aktivitetet kulturore, por patjetër edhe në aktivitetet sportive, dhe mbi gjitha tek një sport kaq i bukur siç është sporti i shahut. Dua t'i përgëzoj të gjithë instruktorët e qendrës kulturore dhe drejtorin për gjithë këtë angazhim, por patjetër edhe me Etin, i cili është gjithmonë pranë jush në mënyrë që ky aktivitet dhe ky kampionat të bëhet sa më i bukur, sa më i mirë. Ne jemi drejt përfundimit të rikonstruksionit të qendrës së artit Vaçezela, ku një ambient i dedikuar do të jetë pikërisht edhe për shahun,
në mënyrë që të gjithë ju të rinjt të cilët e keni pasion këtë sport, të mos jeni vetëm pjesë e kampionateve, por të keni mundësi që ta zhvilloni atë në përditshmërinë tuaj, si për të marrë me aktivitet sportiv, por patjetër edhe për ta zhvilluar akoma më shumë, që këtë kampionat mos ta lëm vetëm në nivel bashkie, por më pas ne të kemi talentet tona që të jenë pjesë edhe të kampionateve kombëtare dhe pse jo edhe të atyre ndërkombëtare. Arbitri i kampionatit Meti Hazizi vlerëson punën e mirë që është bërë me fëmijët nga QKF-ja në drejtim të shahut. Kampionati i qendrës kryesore të fëmijëve në drejtim me drejtorin Sajmirin, vajti shumë mirë dhe kishte realitet të mirë, domethënë. Si djemtë dhe vajza, domethënë, ishte domethënë, po duhesh punë akoma më shumë, domethënë që të bëjmë domethënë atë vlerësimin e duhur domethënë të fëmijëve. Më të prirur për shkallën, domethënë janë djemtë dhe brava. Po dhe vajzat nuk ashtu, po të bëhen sëvite janë shumë të shkallta, shumë të ashtu. Loja shahut nuk është, domethënë për fëmijët nuk është domethënë që të arrijnë të luajnë shah, domethënë që të bëhen mishtra ose gjë. Është fillimi i lojës shahut është për të zhvilluar atë memorien e këtyre fëmijëve. I ndihmon shumë, domethënë në studim, në shkollë, në familje, në edukimin familjar, domethënë se si mund të sillen, domethënë në gjitha drejtimet domethënë shahut ndihmon jashtë, sidomos fëmijët domethënë edukon në mënyrë të shkëlqyer fëmijët e vegjël. Dënohen me nga 25 vite burg 2 autorët nga Lushnja për akuzën tentativ vrasje për hakmarrje. Me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier, u shpallën fajtor dhe u dënuan me 25 vite burgim. Shtetasit LH dhe MM për veprat penale, vrasja në rrethana cilësuese, në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, e kryer në bashkëpunim, mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Në përfundim të hetimit dhe gjykimit mbi procedimin penal numër 150 të vitit 2023 me të pandehur shtetasit LH dhe MM, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier arriti të provojë se i pandehuri LH, me qëllim për të hakmarrë ndaj vrasjes së vëllait të tij RH, ka bashkëpunuar me të pandehurin MM, të cilit i ka porositur eliminimin fizik të shtetasit MH. Në datë 30/3/2023, rreth orës 16 në vendin e quajtur Pisha, fshati Garunj Lushnjë, i pandehuri MM pasi është informuar mbi targën e automjetit me të cilin udhëtonte shtetasi RH, ka siguruar armën e zjarrit dhe ka përgatitur vendin nga doshtinte. Ka qelluar 11 herë në drejtim të këtij mjeti. Si pasojë e sulmit ka mbetur e plagosur shtetësia BS, pasagjere në vendin e parë të mjetit. Shtetasi MH, shënjestra e sulmit, ka kuptuar sulmin dhe ka shtuar shpejtësinë, duke bërë të mundur largimin e mjetit. Në vijim, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier shpreh angazhimin e plot dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale kundër jetës dhe shëndetit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, deklaron se Amerika nuk mund të reduktojë praninë ushtarake në Kosovë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e bëri dhe njëherë të qartë se Amerika nuk mund të reduktojë praninë ushtarake në Kosovë pas raporteve të ditëve të fundit në disa media të rëndësishme. Trupat amerikan këtu kanë një rëndësi teje të veçantë, ishte mesazhi që presidentja i përcolli të ngarkuarës me punë ambasadën amerikane Pratipati. Presidentja theksoi gjatë takimit rëndësinë e pranisë ushtarake amerikane dhe të aleatëve në kuadër të NATO-s si faktor kyç për stabilitetin, si dhe nënvizoi se antarësimi i Kosovës në NATO mbetet objektiv strategjik për sigurimin e paqes afatgjatë, thuhet në njoftimin e zyrës së presidentes. Sa u përket kufizimeve të mundshme, një zyrtar i Pentagonit pohoi për javën e kaluar se aktualisht nuk kemi për të njoftuar ndonjë ndryshim në dislokimin e forcave. Në Kosovë shërbejnë aktualisht në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s, KFOR, rreth 590 ushtarë amerikan. Shqetësimet për një zvoglim të mundshëm të pranisë amerikane u shtuan pasi gazeta amerikane Politico, duke cituar 4 diplomatë të NATO-s, raportoi se Amerika po kërkon nga aleatët që të kufizojnë angazhimet e tyre jashtë vendit, përfshirë edhe misionin paqëruajtës të KFOR-it. Kosova i konsideron jetike marrëdhëniet me Amerikën, e cila ka qenë mbështetësia kryesore e pavarësisë dhe procesit të shtetëndërtimit të saj. KFOR-i është garantuesi i tretë i sigurisë në Kosovë pas policisë së Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX.
Përveç detyrave të tjera, ky mision paqëruetës është përgjegjës edhe për sigurinë në vijën kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Duke falenderuar Butik Gena për veshjen time të bukur dhe elegante, e mbyllim edicionin e lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.